Të nxatë jetash përsej që jeni mirë, po ju të regoj sot se qka po veshe ka me dalë me shoqa, edhe pse unë nuk i di ku ka me marrë këtë energji për me dalë sot, se jam konë deri vonë në fakultet, po e kemi lanë me dalë me vajza, kështu që po dalim. Atëherë unë ka me ndu, kështu jam konë në fakultet gjatë ditës, ka me ndu me vesh këtë korsete, që është korset i zi, edhe ko marrë prej dyqanit 13, ja u vendose edhe Instagramin kush ju pëlqen edhe kush don me provu, bile kishin zbritje për Black Friday, edhe jam të menu me i vesh me shta pantallona të zi, ose me fundin satan. Unë kisha pas qef ma elegant me konë me fundin satan, po sot nuk jam shumë me u vesh elegant, jam për me u vesh ma thjesht, e ndoshta pe provoj njëherë me këta pantallona të zi. Pe provoj edhe pe shojmë që shpo mërdin. Unë jam të marrë ndim prej mikit për me ngushtu korsetin. A më të më shtënguaja? Po. A më të lidh? Po, lidh dhe më shlirë. A e ke mirë sër? Po, perfekt është. E ta shërë një të më bëvi da? Po, dhe ti po të bëj vetë jo. Ku jam ma se po më diman. Dhe më të pori nga. Që e dritë. Shumë që zë më marët. Okej, pëllë më shumë. Hiq nuk po e vesh e fundin satan, po rri që shto, edhe po i vesh qëto taket e zeza, edhe pse jam të i kërku një par take tjera, po ato janë pak më të nalta, po edhe këto shumë mirë janë. Kështu. Për me e thi pak me qenë se jam vesh krejt ze, po menoj me marrë një qonë të kuqa, paltën e zezë të qatën, edhe besoj që po duket bukur, edhe mirë, edhe thjesht. Qka po me ndone? Për ndryshe, korseti ka me ndu që s'ka me mnajtë në këtë mënyrë, ka që bukur, po më rrenë shumë mirë. Plus, shumë i kam ra pishman që s'ka marrë në gjyra tjera, po ma që janë me zbritje për Black Friday, besoj që i marrë edhe në gjyrat e tjera. Tash nështë me marrë në gjyrën e koqe. Si përfunden, po dukem kështu, po ndoshta e kësha ndru edhe orën me përshtat me qantë, e kësha largu qëto, edhe kësha marrë orën e kuqa. Orën për ndryshe kam nga Enzo Attini, në fakt nuk e kam, është e mikit, po ja marrë kësaj hera, po e përdori këtë parfum sot. Pak. Edhe, po bëhemi gati, besoj se tash u kompletuam. Miru pafshim, se po më presin shoqat. Ciao!